Ernest Muçi nuk u vlerësua asnjëherë sa duhet te Beşiktashi, për këtë dhe u huazua te Trabzonspori ku po shkëlqen. Dje shënoi ndaj Fenerbahçes dhe pavarësisht humbjes së Trabzonit, ishte ndër më të mirët në fushë. Trabzonspori pritet të paguajë 8.5 milionë euro në fund të sezonit për të siguruar kartonin e Muçit. Gjatë kësaj kohe nuk ka munguar interesi nga Anglia dhe vende të tjera në Europë, ndërsa te Beşiktashi kanë filluar të pendohen. Nëse Trabzonspori e merr Ernest Muçin, ata do ta shesin atë për 30 milionë euro, ishte deklarata bujshme e Bülent Uslu pas ndeshjes së djeshme. Uslu është një tifoz i Beşiktaşit dhe komentator i njohur sportiv në Turqi, jo vetëm kaq, pasi është dhe antar i klubit duke pasur të drejtë vote në asamble dhe angazhohet me çështjet e klubit, edhe pse nuk është pjesë e stafit drejtues apo menaxherial të ekipit. Ernest Muçi shënoi dje ndaj Fenerbahçes dhe për të ishte goli 13 sezonal me Trabzonsporin. Tashmë lojtari kombëtares shqiptare ka barazuar numrin e golave që shënonte në sezonin 2023-2024, ndërsa e niste te Legia Varshavës dhe e mbyllte me Beşiktashin. Goli i tij erdhi që në minutën e 6. Ky ndërkohë është dhe një rekord për këtë sezon te Trabzonspori, pasi rezulton goli më i shpejt. Vetëm 30 minuta në fushë ju dhan Muçit te kombëtarja në vitin 2025. Mbetet për tu parë nëse trajneri Silvinho do të ndryshojë këtë vit.